Të gjithë ju të shenjës së dashit, mirë se erdhët. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe po fillojmë jo fort mirë, ta them kështu, me një letër që quhet projekcion, të dashur deshër. Kjo tregon keq kuptime, kjo tregon, ta them, gjykime, kështu me radhë, me një person të afërt, mund të jetë partner, mund të jetë familjar, mund të jetë kolegë. Në këtë javë mund të kapesh me ndonjë situatë ku mendon se dikush po të sulmon, apo mund të ndjesh, po të gjykon ose po të tradhton, por realiteti nuk është aq dramatik sa mund ju duket në të parën juve të dashur deshër. Dhe mesazhi i kësaj letre thot që të mund të shmangesh apo të dalësh sa më pak e lënduar, e trazuar dhe e zhgënjur, mos vepro më njëherë sipas emocioneve. Pyet apo analizo para se të reagosh dhe mos e merr personale çdo gjë. Dashi, kjo absolutisht, jo kjo, të gjitha gjërat që vini, përjetojmë, do shërohen, do kalojnë. Dhe kjo është ai healing që kërkon, mund të jetë një kthim, një takim me dikë përsëri që e keni patur tashmë në jetë, ta them një rikthim, varet sa e dëshironi atë. Prandaj duhet i bëni gjërat me mend. Kjo javë do të thosha do kërkonte një lloj pushimi, një hap prapa. Një hap prapa, sepse mund t'ju lodhë, të ndjeni dhe pagjumësi, iritime, dhimbje, koke, tensione, kështu gjëra të ndryshme, që tregon që duhet ndoshta edhe të shmangni dramat në mënyrën që mund t'i shmangni ato të dashur deshër, mos e teproni me asgjë, si me punë të tepërt, si me mendime të tepërta. Kjo është një riparim i energjisë para se të vi ai ndryshimi që duhet të vi. Pra, është me një farë mënyre që mund të jetë kompromisi me veten e juaj, të dashur dashi. Kompromisi me veten e juaj. Do të bësh një marrëveshje, kompromisi që thash, apo një hap prapa duhet ta bësh për të mos e prishur një marrëdhënie apo një situatë. Dhe kjo nuk do jetë humbje apo të ulesh e përkulesh për dikë tjetër, është thjesht një strategji, dashi. Pranon një zgjidhje të mesme. Mos insisto të kesh të drejtë. Apo zgjidhja e qetë është më fituese se vetë konflikti që e dim të gjithë. Rezultati i gjithë javës do jetë përmbushja, absolutisht. Kjo përmbushje të dashur, në fund të javës kjo situatë që ka qenë e paqartë, konfliktuoze, keq interpretuar apo mosmarrveshje, kjo mund të lidhet me vendin pune, një konflikt të çfarëdo lloji, një marrëdhënie që kërkon qartësi, një projekt që ka ngecur, por kjo po mbyllet dhe do duheshe të mbylleshe me paqe dhe absolutisht jo me luftë. Tani dua ta ndaj që nëse ka të bëj ky lexim i juaj me punë dhe para, i bie që mos të nxitoni të merrni vendime të mëdha. Bashkëpunimi apo një lloj kompromisi do sjellë rezultate. Mos bëj shpenzime impulsive, apo dikush që të ofron një zgjidhje më të mirë, mos e refuzo direkt, por që në mënyrë diplomatike, nga që është pak e rëndë, ndoshta të mos keni të drejtë për ju deshër, mos e refuzo direkt apo mos e prano direkt, por që bëj atë lloj kompromisi në mënyrë diplomatike, do të quaja. Nëse ka të bëj me dashuri, nëse je në një lidhje, diskutimi i rëndësishëm do të zgjidhet problemin që e keni me qetësi pra. Nëse je single, dikush nga e kaluar ose dikush që ka keq interpretuar, që e ke keq interpretuar ju vetë, keni krijuar një mendim për të, do shfaqet sërish dhe do të keni mundësi të qartësoheni. Pra, mesazhi gjithë kësaj të dashur deshër, mos luftoj çdo gjë.
zgjidh me qetësi, diplomaci dhe do fitosh shumë më shumë. Këtë mos e harroni. Kjo javë është për sqarim, shërim dhe mbyllje të çështjeve të hapura, jo për as edhe një luftë që mund të mendoni që ta fitoni në atë mënyrë, por me qetësi dhe do jetë një strategji e qëlluar për ta përfunduar ashtu siç dëshironi.